A mundet që Shqipëria të preket nga lufta? Është një moment shumë delikat tani. Nuk është fjala këtu vetëm për Iranin, por kaosi po zgjerohet dal nga dal. Po sikur shtetet fqinj të fillojnë që të kenë probleme. Shqipëria, ku do gjendet? Mundet që t'jetë një urë kalimi, ashtu si ka qenë gjithmonë? Ndiqeni me vëmendje dhe le ta diskutojmë. Kush është rastësisht i bila faqes shihemi sërish dhe falenderoj që jemi përbashkë. Në vitin 2000, pas vitit 2003, një grup xhihadist rreth 3000, mos gaboj, duke qenë opozitarët e Iranit, u strehuan në Shqipëri. Dhe ishte çështë e vërteta, Shqipëria u detyrua nga NATO dhe nga Shtetet e Bashkuara, të paktën këto janë ato që ka deklarojnë publikisht, dhe u detyruan sepse s'kishin një vend se ku të jetonin këta xhihadistë. Dhe meqense Shqipëria për shumë arsye, kryesorja për sa i përket besimit fetar, që është më në përqindje më të lartë i mysliman, mendohet kjo, dhe pjesa tjetër sepse ishte një vend asnjanës në atë periudhë. Akoma sot është një vend asnjanës. Megjithatë, po thosha, ky shënoi një hap të rëndësishëm në të gjitha anët, sepse për sa i përket botës, por Shqipëria ishte vetëm një urë lidhse, sipas mendimit tim, doja një komentim tuaj, sepse vendosën diçka që shqiptarët nuk e donin. Jo se nuk donin këta njerëz, jo se nuk donin për arsye të ndryshme, jo, por vetëm për mos të patur trazira. Mirpo u detyruan. Dhe pyetja është, pse nuk i mbajtën për shembull amerikanët? Pse nuk i mbajtën anglezët? Pse nuk i mbajti një vend tjetër? Ose NATO, pse detyroi Shqipërinë që t'i merrte Shqipëria? Pse nuk detyroi dikë tjetër, pra një vend tjetër? Pikërisht pra, sepse mendohet që t'jetë projektuar një situatë që të mbahet nën kontroll. Dhe nën kontroll mund t'jetë vetëm në këtë mënyrë. Megjithatë, situata tani në Iran është shumë delikate, siç e përmenda edhe në fillim, sepse siç ju pata thënë në videon e parë, përpara se të fillonte përplasja, ja u kam thënë e gjeni këtë video, ku thash që nëse do ngrihet Irani, do fillojnë edhe vendet e tjera dhe jemi në prag të një lufte të tretë, sepse Turqia nuk mund të rrijë me duar lidhur, njëkohësisht më vonë pastaj edhe Arabia Saudite. Por përpara se të ngrihet Arabia Saudite, kemi nga ana tjetër Rusin e tjerë. Pra, sepse janë një pjesë e madhe që janë aleat mes tyre, pra aleatët e brezit të vjetër, që janë ata të masonerisë së lashtë, dhe i brezit të ri të masonëve të rinj. Çdo të thotë kjo, le të themi i rendit të ri botëror të vjetër dhe i rendit botëror të ri. Pra janë dy grupe që kemi thënë disa herë, të paktën këto janë disa nga teoritë, por disa janë të vërteta, sepse ç'është e vërteta, BRICS u krijua nuk ka një vit e gjysmë, kurse rendi i ri botëror i pari ishte filluar që nga vitet 70, pra 70 që të dilte në teren dhe të punonte, siç pretendohet. Dhe pyetja është, pse Shqipëria mund të preket në një gjë të tillë? Pse? Shqipëria është munduar që të jetë gjithmonë asnjanse, por ka një problem të madh. Ka një problem politiko-shoqëror, shumë të madh. Së pari njerë, në qoftë se dikush të pagon, dhe në këtë rast ne kemi fonde nga të gjitha shtetet, ai shtet që ty të ka paguar nuk ti ka dhënë gratis ato para. Dhe padyshim ti je nën kontrollin e atij shteti, sepse përveç se ti ke firmosur, por je nën kontroll sepse ai kontrollon ato të ardhurat financiare. Edhe sikur ti mendon që ti kontrollon ti nëse ai të ka dhënë 30, do t'i kthesh 40 ose ndoshta 50, sepse
askush nuk të falë gjë sot. Ose në qoftë se do të falë diçka, sepse do t'i japësh diçka sot ose nesër. Dhe mendoj që në këtë prizëm Shqipëria është kapur shumë keq nga të gjitha anët, keq me të mirën e fjalës, për të thënë që është kapur në një formë që nuk mund të lëviz dot. Dhe kjo është për sa i përket financës, por njëkohësisht edhe politikës, sepse financën e lëviz politika, dhe politika ka vendosur dhe ka firmosur për projekte të tilla dhe për akorde të tilla. Tani, pyetja është legjitime nëse do të ketë probleme në Shqipëri, sepse duke qenë, pse e solla këtu këtë bisedë, sepse duke qenë Shqipëria që ndër vite ka qenë gjithmonë një urë kalimi ose e përdorur për shumë arsye, sepse vendi i vogël, duke patur probleme financiare, vjen dikush dhe i financon ose investon. Pra këta janë këta biznesmen ose këto shtete që vendosin që të kenë biznesin në Shqipërinë, janë ose investojnë, janë plotësisht të forta edhe në politikë, sepse e vendosin ata në një farë mënyre. Dhe doja të thosha me këtë që në qoftë se nesër do të ketë një problem me të shteteve fqinj, për shembull, t'jem pak më i qartë, në qoftë se ka një problem Greqia ose Serbia, çfarë ndodh me Shqipërinë? Duhet të dini që Shqipëria duke qenë një urë kalimi dhe një vend i vogël dhe që vendosin të tjerët, padyshim do të ketë një rezonancë të menjëhershme. Më bën të mendoj kjo, por doja ta diskutoja me ju. Rezonancë të menjëhershme ç'do të thotë kjo? Sepse shqiptari në atë parë njerë, duke qenë i tillë, pra duke qenë një vend ku kalohet, kanë investuar ato që thamë etj, është më e thjesht me fjalë që të ndizet shkëndia. Dhe për më tepër shqiptari e ka në gen ndezjen e shkëndijës, sepse në çdo vend dhe në çdo epokë ka qenë ai ku është ka qenë i pari që është vendosur përballë një armiku. Qoftë nga ana e Jugosllavisë, por qoftë edhe nga ana e Greqisë, madje edhe nga ana e Italisë, sepse shqiptari e kanë në gen. Bile tregohet që nga kohrat e lashta që shqiptarët janë përdorur në thonjza, sepse ishin killara me pagesë, janë përdorur që prej vitesh, që në kohët e vjetra, përpara Bizantit, me Bizantin dhe pastaj në momentin në kohën e Kolokotronit. Dhe po thoshja që ky është problemi që mund të shkaktohet në trojet shqiptare. Sepse në qoftë se ndodh, siç ju thash, një problem mes Greqisë dhe Turqisë, për shembull, ose mes Serbisë dhe NATO-s, bie fjala, etj. Shqipëria është një urë kalimi dhe për më tepër është në një situatë që është e detyruar të marrë pjesë dhe është i pari vend që mund të ndizet shkëndia, përpara se të shkojë shkëndia atje, pra në atë vend ku bëhet fjalë, për shembull siç thash në Serbi apo në Greqi. Dhe ky është një problem madhor, sepse për më tepër shtohen edhe problemet e tjera që kohët e fundit ka me mira të huaj që jetojnë në Shqipëri dhe padyshim një pjesë prej tyre bëjnë punën e të tjerëve, bëjnë punën e vendit të vet, sado që ta dojë Shqipërinë, sado që të rinë në Shqipëri, por sidoqoftë i intereson për vendin e tij. Dhe padyshim nesër apo pas nesër, kur nëse mund të ketë një problem, ai do të jetë i pari që do ta trajtojë me thonjza vendin ku rri, pra Shqipërinë, për t'i dhënë prioritet vendit të tij. Dhe duke qenë, siç thash, një numër i vogël i shqiptarëve tani në këtë moment dhe është rritur numri i të huajve, ky është një rrezik më tepër për sa i përket problemeve që mund të kanoset Shqipërisë. Pra, kjo është një sintezë që unë mendoj që mund të diskutojmë, sepse megjithatë shumë
nga ne jetojnë jashtë, por është mirë që të diskutojmë, sepse aty kemi prindrit, kemi vëllezër, kemi kushurinj, kemi motra, dikush, apo edhe shoqe. Kështu që të diskutosh për një temë të tillë është shumë e rëndësishme, sepse unë mendoj që jemi në një prag të një lufte të vërtetë, sepse nëse Irani ecën përpara, gjëja e parë që do ndodh do hidhen vendet e tjera, siç ju kam thënë, dhe në fakt Trump i mbeten 24 orë, siç e tha, ose 48 orë për të vendosur nëse do sulmoj Iranin edhe ai. Çfarë ndodh tani? Irani është vështirë që ta lë, po unë kam frikë se nëse Irani nuk e lë, do ta shkatërrojnë. Do ta shkatërrojnë sepse nuk është qëllimi i Iranit. Nuk besoj të jetë qëllimi i Iranit. Është qëllimi më tej Iranit, por Irani, edhe nëse ka armë të forta, është mirë që të mos t'i përdori për shumë arsye, sepse nuk zgjidh gjë nëse të hidhet e gjithë bota ose gjithë njerëzit. Si do ta zgjidhësh? Nuk e zgjidh dot. Dhe unë mendoj që ky është një moment vërtet delikat, sepse, si ju thash, nëse Irani ecën përpara, shkon Amerika, ngrihet Turqia, pastaj ngrihet Evropa, pastaj vjen Rusia edhe mbaron çdo gjë. Sepse nëse fillon lufta e tretë, miq, unë them se nuk ka më shans ky planet që të mbijetoj këm njeriu. Kjo është ideja ime dhe unë do të dëshiroj një komentim tuaj, çfarë mendimi keni për këtë argument, sepse sinqerisht jam në merak. Jam në merak më tepër për fëmijët, për të rinjt, sepse në një luftë, kur një luftë nuk mund të zgjidhë gjë. Një luftë kur nuk zgjidh gjë. Por në një luftë nuk ka asnjëherë fitimtar dhe lufta sjell vetëm uri, dhimbje, vrasje dhe asgjë tjetër. Megjithatë, pres komentet tuaja. Ju çfarë mendimi keni? Mund të ndodhë gjë, dhe nëse ndodh, ku mund të gjendet Shqipëria, ku gjenden ju, aty ku gjenden ju, si mund të jetë situata, ku do shkoni, çfarë do bëni, nëse ndodh një përplasje, një lufte të tretë botërore. Pres, ju përqafoj, natën e mirë.